Punimet për bulevardin e ri të Tiranës po ecin me ritme të shpejta dhe sipas kryebashkiakut Veliaj, 500 metrat e para do të jenë gati në muajin maj. Akset kryesorë do të ndriçohen me një ndriçim të përshtatshëm për makinat dhe për gjithë ata që do të përdorin bulevardin, ndërkohë që do të kemi një ndriçim më miqësor nga sheshi kryesor që është tek stacioni i trenit, pra aty ku kryqëzohet bulevardi i ri me të vjetrin dhe me Unazën, dhe pastaj të dyja shëtitorët. Veliaj tha se vëmendje shumë të madhe po i kushtohet dhe gjelbërimit në këtë segment. Gjithë muaji mars ka qenë një muaj i pyllëzimit të Tiranës, nga sheshi Skënderbej, nga liçeni i Farkës, nga liçeni i Tiranës dhe kryesisht pyllëzimi më i madh dhe bimësia më e madhe është mbjellë në bulevardin e ri. Kur të hapet perdja e hekurt që është tek stacioni i trenit, besoj që do të jetë një surprizë shumë e këndshme për qytetarët, teksa do të shikojnë që mira pemë tashmë të rritura dhe bimësi tashmë e rritur i ka dhënë shumë hire dhe shumë nur bulevardit të ri. Kryebashkiaku theksoi se bulevardi i ri nuk do të jetë vetëm një hapësirë për makinat dhe kalimtarët, por edhe për ata që duan të pushojnë në gjelbërimin që e rrethon.